Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi zyrtarët e tij të lartë të hartojnë propozime mbi testimet e mundshme të armëve bërthamore. Masa vjen menjëherë pasi presidenti SBA-s Donald Trump tha javën e kaluar se SBA-t do të rifillonin testet të tilla. Putin tha se Rusia gjithmonë është përmbajtur në mënyrë strikte detyrimeve të saj sipas traktatit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, por nëse Shtetet e Bashkuara ose ndonjë fuqi bërthamore teston një armë të tillë, atëherë edhe Rusia do të bëjë njëjtën gjë. Rusia gjithmonë është përmbajtur në mënyrë strikte detyrimeve të saj, sipas traktatit gjithëpërfshirës të ndalimit të testeve bërthamore dhe ne nuk kemi plane për të tërhequr prej tyre. Në të njëjtën kohë, siç e thash, në fjalimin tim drejtuar Asamblesë Federale në vitin 2023, nëse Shtetet e Bashkuara ose nënshkrues të tjerë të traktatit kryen teste të tilla, Rusia do të detyrohet të marrë masa të përshtatshme reciproke. Po i udhëzoi Ministrisë së Jashtme, Ministrisë së Mbrojtjes, Shërbimeve Speciale dhe Agjencive Civile përkatëse që të bëjnë gjithçka që është e nevojshme për të mbledhur informacione shtesë mbi këtë çështje. Ta analizojnë atë brenda kornizës së Këshillit të Sigurimit dhe të bëjnë propozime të dakorduara mbi fillimin e mundshëm të punës për përgatitjet për testimin e armëve bërthamore.